kam qenë antar i Partisë Socialiste me test, kam qenë edhe në komision, edhe në çdo mbledhje të ka ardhur kryetari bashkisë, ka ardhur Edi Rama, unë kam qenë prezent, i ftuar nga administratorët e tani neve protestojmë për ujin e pishëm në radhë të parë. Gjumon në Elbasan neve s'kemi drita. Frynjera Elbasan neve pa drita. Ashtu. Na kam premtuar për rrugët do shtrohen me kaldrem. Rrugët e fshati Zvezë do t'i shtrojë kryetari bashkisë Gëzim Topçiu me kaldrem. Kur Gëzim Topçiu po bën 4 vjet që s'ka ardhur njerë të konsultohet me fshatarët. Qoftë demokrat, unë jam socialist, por edhe babaj tim ka qenë socialist, por tani nuk jam me do t'a gris edhe testin edhe të gjitha, nuk jam me socialist. Pse? Kur vuan 2200 banorë fshati Zvezë për ujë të pishëm ka 36 vjet, nuk e dua as testin as gja hiç fare, të qërohet, të shporen, të tërë. Me Edi Rama, poshtë Edi Rama, jepi doreqe, burr Gëzim Topçiu, kush ka vjedhur në këtë vend? Burr! Ka marrë djesat tona, djesat e fshatarëve. Do blokojmë rrugët, javën që vjen, do blokojmë rrugët kryesore, do dalë me zëmblak, do hedhëm bidona me karoca, me zetora, qartë kemi mundësi, do t'i blokojmë rrugët, edhe le të vijë Edi Rama të na godasi, si që ka goditur protestuesit në Tiranë, që i e Zvarë, në Zvërmec, e në Imare, e të vijë edhe këtu të na e Zvarë. Poshtë Edi Rama, jep doreqe sa më pare, nuk mban nga kupa unë. Me të vi Rama të shikoj fejtën një.